Minutat bëjnë orët bëjnë ditë dhe çdo ditë na afron me eventin që me si e presim të gjithë. Netët finale të Kënga Magjike 2025. Çdo moment i jetës mbushet me kujtime që trashëgohen gjenerat pas gjenerate. Muzikën do ta krahasoja me një kujtim i cili trashëgohet që në lindje e deri në brezat që vinë pas. Muzika e prindërve tanë u trashëgua tek ne tek fëmijët dhe kështu me radhë. Të cikël prej 25 vitesh po jeton edhe Kënga Magjike. Ndaj, ju ftoj të kemi akoma më shumë kujtime në Kënga Magjike 2025. Edhe pak këngë në ndajnë nga netët finale në datat 19, 20 dhe 22 nëntor. Ju kujtoj se biletat mund t'i gjeni në pallatin e koncerteve. E ndërkohë që 3 artistët big të javës së 8 presin të shfaqin energjinë e tyre, unë do t'ja pak nga shija e javës së 7. Nga kategoria Big, Blerina Matraku me këngën Mama. Ja dhe Martin Pano me këngën Sirena. Një përgjigje po kërkoja, nuk më doje si të doja. Exona Dance, do të mungoj. Me një laver, në gjunjë ti më thoje. Kategoria New Artist, Laura Kërliu, Akull dhe Zjarr. Da finaliu, e forciar. Auron Deva, Mantra. Claudia Sartori, Ndal. Valdrin Mustafa, Zjarr. Do të presa, do të zjas. Rikthehemi në javën e 8, ku të 3 artistët big do të sjellin prekje moderne dhe influenca nga muzika afro, e cila tashmë është trend botror. Këngëtarja e parë rikthehet pas 4 vitesh dhe njëkohësisht shënon pjesëmarrjen e saj të 4. Bosh dhe Aisha u kthyen në pasaportat e saj dhe sot vjen në skenën që është oguri i saj artistik, Mariona Metohu. Mirë se vjen. Mirë se dëgjoj publik i dashur. Faleminderit për mirëpritjen e ngrohtë për herë. Mariona e dashur, në tekstin e këngës më të re, ti thua pikën e dobët ma di. Po kush është pika jote do? Që kur jam për mami, pika ime dobët ndoshta tingëllon klishe, është djalja, nuk diskutohet. Por kam edhe një pikë të dobët që është diku këtu në skenë, në publik. Është këtu ka ardhur? Absolutisht, po. Gjithmonë mami nuk mungon. Apo si ishte për mami? Babi. Okej. Mariona, kur Matias, që është djali yt, dëgjon këngët e tua, i dëgjon apo jo? Po, të gjitha. Çfarë të thot? Unë i kam treguar këngën e re, por Matias nuk e di pse preferuar e tij është Aitha, dua Aitha. Ti gjithmonë ke dëgjon dhe Bosh edhe këngën e sotme që ndërsa nuk është zbuluar titulli akoma, Hije. Por e preferuar e tij është Aitha. Po pse Hije? Nuk është se ka diçka, do me thënë, se ishte një fjalë shumë e shkurtër, shumë e bukur dhe që i rrinte shumë mirë këngës. Pastaj ajo dhe shpesh herë është e kënduar e përsëritur në refren dhe bashkë me djemta pse jo, Hije. Mariona Metohu. Faleminderit. Si ta pranoj dhe ditët një nga një po ikin si janë njësoj. Atë mungoj, ma thuaj ti, a kam në zemrën tëmë dhe pak dashni, veç pak dashni, se të kam darë si e marë, ike pa një fjalë, pikën e dobët ma di, as kush nuk është si ti. Ti e, në mendimet mia, ku je,
kërkova dhe s'u ndala. Në këtë qytet po e si ndoshta po t'shikoj. Kërkoj një shenjë nga ti, një thirrje më e pakta. Me pyetje a më kujton se të kam darë si e marë. Ike pa një fjalë, pikën e dobët ma di. Askush nuk është si ti. Hey, 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 yeah. Hey, 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 hey. Mariona Metov me këngën Hije, dhe ndërkohë po imagjinoja Matias. Hije, ti duke kënduar. Do mësoj shumë shpejt. Do ta mësoj. Mariona Metov. Faleminderit Marion, faleminderit. Këngëtari dytë vjen me një status të ri. Ai është shembulli që vërteton se kënga magjike është një dritare për çdo që beson në ëndra dhe mbi të gjitha për çdo që eksperimenton në muzikë. Në 3 vitet e tij si një artist ka ardhur me rryma të ndryshme muzikore. E njëjti ligj zbatohet edhe sot që është big. Ray Bejani. Oho. Mr. Ray. Mirë se vjen, mirë. Si e ti? Okej. Ti tashmë je big dhe ende mban suksesin e di ajo. Çfarë ka ndodhur gjatë këtij viti? Çfarë di akoma ajo? Me të drejtën ajo s'di asgjë, po tjetër muhabet ky. Jo, ky vit ka shkuar shumë mirë. Nëse jemi tek e di ajo, këtë vit jam me nuk më ka ajo. Kështu që jemi ndryshe këtë vit. E kuptova. Po kështu është jeta. Pra nëse vjet ishe e di ajo, nuk më ka ajo, vjet shkëmbeve një puthje, këtë vit çfarë do bësh? Këtë vit puthje s'ka, kjo është e sigurt. Je i sigurt? Po, është e sigurt që puthje. Mos të gjatë këngës, ç'ish bëhet këtu? Mirë, okay, kështu. Shiko, të hapur për mundësi të reja, jemi gjithmonë. Por që të paktën flas për çfarë ka këtë vit s'ka puthje, kjo është e sigurt. Dhe pyetja e fundit. Për cilin motiv do ta falje dikë që ka gabuar me ty? Unë jam njeri që fal shumë. Unë jam njeri që i fal gabimet. Por unë nuk jam njeri që fal fajet. Dhe mendoj që gabimi me fajin ka një diferencë shumë të madhe me njëra tjetrën, edhe mendoj që gabimet janë të vogla dhe njerëzore, kurse fajet janë të rënda dhe fajet nuk falen. Po duhet të ketë bërë një faj që thua nuk më ka ajo. Ray Bejani! Jo nuk më ka ajo, tani më humbi. Se si e di ajo, se si e di ajo, se si është fundi. Jo, s'më ka. Jo, s'më ka. Jo nuk më ka ajo, jo nuk më ka ajo, ajo më humbi. Ç'më ka bërë ajo, dhe u e më la. Ja, ajo si ajo, vret me lot e lot. Nuk ka në më pyet a bëj pa ty. Më shiko si jam, ja, s'më ka bërë ajo, vetëm s'më ka vra, ja. Jo nuk më ka ajo, jo nuk më ka ajo, ajo më humbi.
Jo nuk më ka jo, jo nuk më ka jo, s'ka qenë shkruar. Se si e ti ajo, se si e ti ajo, si kam bëruar. Jo, s'më ka, jo, s'më ka, jo nuk më ka jo, jo nuk më ka jo, më ka harruar, që më ka bërë ajo. Dhe u e më la, ja, ajo si ajo, vret me lot e lot, nuk ka në më pyet, a bëj pa ty, më shiko si jam, ja, që më ka bërë ajo, vetëm s'më ka vra, ja. Jo nuk më ka jo, jo nuk më ka jo, ajo më humbi. Rej Bezhani me këngën Nuk më ka jo. Faleminderit Rej. Rej Bezhani. Ju po ta them që në javën e parë që ky do të jetë një vit rikthimesh dhe kësaj herë rikthimin do ta shënoj një emër i spikatur në tregun komercial. Në vitin 2014 ai erdhi me motivin për të sjellë energji pozitive dhe u shpall kampion me këngën Pa kontroll në duet me Aurela Gaçe. Fjalët janë të tepërta, ndaj do ta ftoj në sken, presim edhe 2 sekonda, sa me një herë çdo gjë është e pastër, Young Zerka. Mirë se vjen. Zerk, si a del të menaxhosh jetën e natës dhe faktin që je babai më i ri në showbiz? Është shumë e thjeshtë. Ti thjesht kalon më shumë kohë me çunin dhe jeta e natës është bërë pak më e kam bërë si s'mund të them as part time. Sepse është bërë dhe pak si monotoni tani, po unë më shumë kaloj në studio se sa të jeta e natës. Po gjithsesi më pëlqen më shumë të kaloj tani me çunin se sa të jeta e natës. Normal. Sa u bë? Çuni u bë 14 muaj. 14 muaj. Dhe emrin e ka Ziki? Ziki Zajan. Ziki Zajan. Oh. Për çfarë do donte të mbante mend djali yt Ziki Zajan kur të rritej? Me thënë drejtën për një baba shëmbëllor dhe unë do doja shumë që të merrte nga ana e muzikës ose nga ana e artit, sepse do doja shumë të ngjante te kjo pjesë, se jam shumë i sigurt që ai do e bënte akoma më mirë se sa unë. Po nga partnerja për çfarë të ngjante? Te partnerja më shumë të marri pjesën e librave. Të librave. Zëre se je në një hologram dhe na shfaqet e ardhmja, jemi në dasmën e djalit tënd. Çfarë këshille do t'i jepje përpara nuses ti? Të kënaqesh sa më shumë edhe të mos jetë ajo pjesa që radhën e ka filania, po radhën e ka filania. Në ç'kuptim? Po se dasmat shqiptare zakonisht janë kështu, radhën e ka Daja, radhën e ka. Kur the radhën e ka filania, radhën e ka filania, mendoj. Jo, në kuptimin çka këshille po jep djalit? Në pjesën e dasmës. E kuptova. E mora ndryshe. Sa më shumë. Okej. Kthehemi te kënga, cili ka qenë momenti kur i the asaj e doja. Doja. Nuk është gjë e keqe që të dashurojmë sa më shumë, të dashurojmë. Patjetër. Edhe prandaj zgjodha këtë pjesën e doja. Kënga e Zerkës ka vetëm një kusht, nuk dëgjohet me volum të ulët dhe as në qetësi. Ndaj le të bëjmë pak zhurmë me këngën e doja, Young Zerka. Faleminderit. Fucked up, me no luck. If say ti që ti ke me hard prap, e goja shumë e lart. Dashnia jone zjak, pari festa, ajo më pa,
Mia singing a you e danza ma mi moschiscia pa Io ko astet ma Sa shumë me doja E sa shumë me doja E veç për ta unë e mendoja O sa shumë u dashurova E sa shumë me doja O sa shumë me doja E veç për ta unë e mendoja O sa shumë u dashurova Your body wine, kill it. Your body wine, kill a danza. City do mos na lova, zo ti kërce. Your body wine, kill it. Your body wine, kill a danza. City do mos na lova, zo ti. O zemër shumë elegante, o trupi saj si Beyoncé. Më shëty natë zvatu me blej, o baby pikante. So kalkasti So pikashti vaj Sytë mi në sytë e saj Janë du dhe për tu Sa shumë me doja O sa shumë me doja E veç për ta unë e mendoja O sa shumë u dashurova Your body wine, kill it Your body wine, kill a danza Si ti do mos da lo Vazhdo ti kërce Your body wine, kill it Your body wine, kill a danza Si ti do rotulo Sa po përqe Body wine Unë e di sa ti më do Body wine Rotulo Sa po përqe Body wine Unë e di sa ti më do Body wine Mos da lo Vazhdo ti kërce Danza O che la danza Faleminderit shumë. E doja, Young Zerka, faleminderit për storitëve që në solle, faleminderit. Këto ishin propozimet e kategorisë Big në javën e 8. Mariona, Rej dhe Zerka do të vendosin trendet të së ardhmes në kategorinë ku shënohet risi. Aty ku na pret edhe Anna. Takohemi pas pak në kategorinë New Artist, ndërkohë pesë shilet ndizen për këshillat e bashkëpunëtorëve tanë. Për 1 minutë duhet të jem në sken dhe doja shumë që ta nisja sot prej këtu. Së pari t'ju prezantoj me emailën dhe Antonion nga Global Woman Beauty që kujdesen për paraqitjen time çdo javë. Faleminderit. Nuk di nëse e ndjeni, por këtu ka një energji shumë të mirë. Vëm muzikë, këndoj me kërcejmë së bashku, dhe le ta themi të vërtetën, nuk mungojnë as tash e themet. E gjitha për të hequr emocionet, dhe sado që duket sikur make-upi t'i fshe pa sigurit, përsëri ato janë aty. Dhe kur shkojmë në sken, shtohen edhe vretjet e producentit. Ana, Filloi stresi, ju thash. duhet ishe në sken tani. Ndërkohë, bloku publicitar mund të ishte edhe 2 minuta më i gjatë. Dhe tani çfarë të bëj unë? Lançojmë siglën dhe unë vi aty. Pra, java e 8, kategoria New Artist. Vjojmë historinë e javës së 8 nga 3 artistët Big në 6 New Artist. E në këtë histori, kapitulli më i bukur jemi ne, kategoria New, ku sot do të dëgjojmë 6 këngë ndrimtarësh. Të gjithë këngëtarët vinë për herë të parë dhe do të kemi edhe një duet që bashkon Shqipërinë me Italin. Formula juri së këtij edicioni ka bërë që duke u ndërruar çdo javë 3 artistët Big që kanë interpretuar, kanë sjellë deri tani 31 këngë të kualifikuara në fazën e parë. Tani ose ky vit është më i suksesshëm në prurje, Ose unë kam patur këmbën e mbar për të rinjt. ndoshta, le të themi. Jo. Ja si e mendoj unë. Së pari, disa nga bigët e si vjetshëm kanë qenë vetë New Artist vitin e kaluar ose 2 vite më parë. Normal që do jenë më tolerant. Ndërsa artistët big me eksperiencë e kanë lëshuar dorën pasi e din që do vi java e 10 dhe nuk kanë më përgjegjësi. Ndaj, edhe sot, nuk do çuditemi nëse numri do të shkojë 37. Sidoqoftë, topin e kanë ata të 5. Në edicionin e kaluar me këngën E di ajo, ai fitoi biletën për të bërë artist Big. Sot komentet si antar jurie I di ai, Rej Bezhani. Përshëndetje. Javën e kaluar, Enkel Demi e prezantoi aq bukur sa nuk e sfidon dot askush.
por është ajo që sfidon me mendimet e saj çdo koleg apo kolege që ulet në karriget që ndërohen çdo javë. Jonida Maliqi. Përshëndetje. Jeta na nje me shumë njerëz, por ai nuk di të jetë kalimtar. Vlerën e ka vërtetuar me vite. Enkel Demi. Përshëndetje. Ishte viti 2019 kur kënga e saj në këtë kategori u bë hit dhe motiv për shumë të dashuruar. Tani është radha e saj për të nuhatur hitet e këtij edicioni. Mariona Metohu. Përshëndetje. Ai e ka dëshmuar se di të dalloj veçantinë dhe risitë e këngëtarët e ri. Por sot duhet i bashkangjis edhe krijimin origjinal. Jan Gzerka. Shëndetje. Nëse këtu gjithçka duket dhe shkëlqen nga ngjyrat dhe tingujt, diku komunikohet me shenja me antarët misterioze të javës së 10. Mr. Ardit, bëj pak pushim. Sot do të kem nderin të flas vetë me ta. Përshëndetje Kozeta, përshëndetje dhe ju mikesha të dashura. Përshëndetje, mirë se ju gjej, shumë kënaqësi edhe nga këtu edhe nga aty. Unë e di që ju e ndiqni festivalin çdo javë dhe e keni parë se numri i artistëve zgjerohet akoma edhe më shumë. A keni përcaktuar artistët tuaj të preferuar dhe sa janë ata? Po, unë deri më tani, i kam parë dhe i kam riparë edhe në javën që isha vetë aty, kam deri më tani 9 artistë të mit të kualifikuar për në Pallatin e Kongreseve. Jonida duket shumë e lumtur. Sa mirë që i pas ka 9. Sepse kam qenë shumë e kujdesshme dhe ashtu si kundërthoni ju, duke qenë këtu e fshehur, e ke më të lehtë, po besoj që deri në javën e 10 do mësojmë dhe unë që të më dalë turpi fare dhe të shtyp më lehtësisht ato të kuqet. Shiko, të kuqet nuk janë ndalesa, janë një mënyrë për të përmirësuar. Po zonja tjetër çfarë mendon? Mendoj që edhe unë jam dakord me Kozetën për sa i përket kritereve të cilët përdoren në të raste për të përzgjedhur artistët për në netët finale dhe janë disa, është sigurisht kënga kryesore, me që jemi kënga magjike, duhet të jetë një këngë magjike me të vërtetë. Interpretimi dhe siguria e artistit në përcjelljen e këngës, por unë në veçanti shoh me shumë kujdes stilin e këngës, ndoshta sepse këtë e kam pjesën më me merak. Atëre, po të fliste antarja e tretë e jurisë misterioze, do ta kuptonit me një herë, sepse zërisa është tepër i njohur, kështu që më mirë komunikojmë me shenja. Edhe ju i keni të përcaktuar pak a shumë ato, i dini? Po. Dika dhe tjetër. Okej, dika dhe tjetër. Mirë, faleminderit, do të shihemi pak më vonë me ju dhe tani fillon gara. 6 një artist presin të këndojnë. Do ta nisim me një interpretues i cili ka shkruar edhe tekstin e këngës së tij. Do të prezantoj një oqean ndjenjash ku duket se nuk ka frikë nga thellësitë. Me këngën Polumbar, Eris Sallo. Ka këngëtar dhe pa tatuazhe. Po pse çka ka që ne kemi shumë me tjerët? Jo, për të kisha fjalën re. Sa herë të kam pranë, çdo mendim e le më janë, shijoj me ty çdo moment, mendjen ma merr dhe më nuk ma kthean, dhe kur larg teje jam, gjithmonë në mendje ty të kam, kujtime plot, një oqean, zhytur jam si polumbar. Nuk e di nga t'ja filloj se koha shpejt kalon, sa herë jam me ty, ky mendim s'më mundon, do ka rotullohet ta krepi s'dalon, kalendari faqe krisur s'ka asgjë që më shqetëson. Sa herë të kam pranë, çdo mendim e le më njanë, shijoj me ty çdo moment, mendjen ma merr dhe më nuk ma Ky është refreni i bie. dhe kur larg teje jam, gjithmonë në mendje ty të kam, kujtime plot, një oqean, zhytur jam si polumbar. E di, si ndjesh kur je me mua, ndonjëherë u tuar, ndonjëherë zbuluar. E di, që koha fluturon, po sa herë që jemi bashkë se ekziston ai dimension, ku
Le çuti që m'vjen sa herë jemi të dy, oqeani isha për umbër derisa të njoh aty. S'dia t'isha romantik, kur s'kisha marrë mundimin, po me ty boj gjithmonë. Jam si regjisor i filmit vej, son ndjehemi ndryshuar, kur s'kisha menduar, kur s'kisha besuar, që këto ndjesi në këtë botë do ekzistonin, i mendoja si prap, që dikur njerëzit tregon. Sa herë të kam pranë, çdo mendim e lemënja, shijoj me ty, çdo moment, mendjen ma merr dhe më nuk ma kthea, dhe kur larg teje jam, gjithmonë në mendje ty të kam, kujtime plot, një oqean, i zhytur jam si polumbar. Një, dy, tre. Erisado kalon në këtë fazë me 4 jeshile dhe 1 të kuqe. Atëherë, do ta filloj nga Rej. Shiko, unë mendoj që atmosfera që e risi solli ishte shumë e bukur, edhe atmosferë që ja vlen të dëgjohet edhe në radio, si këngë. Thjesht unë mendoj që ishte një material që nuk do ta shihja në pallat kongreseve, për mendimin tim të paktën. Dhe mendoj edhe këtë gjë tjetër që është material vetmitar, pra është për të, edhe është diçka që e ka shkruar, që mendoj që duhet ishte elaboruar pak më mirë edhe refreni, edhe sidomos edhe pjesa e solos së kitarës që nuk më ndënji me orkestracionin që ishte. Pra kjo ishte gjë që unë. Zerka? Me thënë drejtën, unë e shijova shumë. Kënga, do më thënë, produksioni ishte shumë i veçantë, më pëlqeu. Si që edhe vetë që isha... Më pëlqeu shumë zëri më pëlqeu shumë. Edhe ajo kitara pasaj në fund nuk e di. Ma dha këtu direkt. Mariona? Pëlqeu shumë. Mua këtë material më bëri që të kërceja që në momentin e parë që e dëgjova. Ngjyra, vokali i djalit ishte shumë i ngrohtë, shumë i bukur. Dhe gjëja tjetër që do t'i bëja vrejtë ishte pak problemi ritmik në shumë momente të vogla, por që për mua ishte mund të kaloj, domethënë si gjë. Kishte më tepër gjëra pozitive. Jonit? Këngën e ke shkruar vet? Po. Dukej, sepse ishe në habitatin tënd, solli një energji mjaft pozitive, ke një super timbre, edhe mendoj që kjo këngë ashtu sikur se e tha edhe kolegu tani më, mendoj që është një këngë radiofonike. Unë do të sugjeroja vetëm në interpretim të jesh paksa më skenik, do me thënë, mos të gëzosh vetëm vetën tënde. Heli! Është një lloj repi që nuk para bëhet në Shqipëri, po mua më kujtoi shumë Giovanotin, pra një lloj repi i kënduar, përveç pjesës refrenit. Ndoshta kishe emocione dhe mundoje ta kaloje duke mos u lëshuar krejt, por kjo nga ndonjëri mund të konceptohet si indiferencë. Prandaj mundohu që t'jesh më i përfshirë tek kënga. Pëlqeu dhe teksti, me thënë drejtë ishte poezi shumë e bukur. Shumë faleminderit. Faleminderit, përcjell Erisin dhe vazhdojmë me këngën tjetër, të përcjell. Do të presim një këngëtare, regjizore edhe producente. Është familiarizuar me skenën që në adoleshencë, ku ka qenë finaliste në talent show, back vokaliste e Netve Live, si dhe është vlerësuar me çmime në festivale. Vjen me një balad alternative ku do t'i këndoj dashurisë së përjetshme. 1000 vjet, Angus Day.
histori e vjetër ndoshta është për dy të dashuruar s'te kur asgjall. Bukuria e saj por si lote si margarita, por ai lidhur në magji të kërkoj për jetësi, që prej 1000 vjetësh më nuk të kam par. Nuk largohet malli 100 jetë ndar, dhe ti pafundësisht do më pyet se ku jemi par. Se ti 1000 jetë ndar, ende mua ke ti. Ndoshta kërkon shpirtin e saj, e nesh kërkon një shekull si mar. Tremesh se di mirë që koha s'fal. Ajo pa të sjeton dhe koha ndar. A ke pasur ëndra kur ke qenë i gjallë, dhe po të më duash ti mos e ja kaq rrallë, dhe ti pafundësisht do më pyet se ku jemi par. Se ti 1000 jetë ndar, ende mua nuk e ti. Kjo kohë bytur jam në marrëzi, por e di s'mundem në vetmi të jem kaq larg nga ti. S'dua një jetë vetëm të ri, do ta ndi prap sërin e ti. Tremben se di mirë që koha s'fal. Ai, po nuk më gjeti koha ndar. Përsëri 1000 jetë ndar, ende mua nuk e ti. Angus Day kalon. Përse të kuqe? Angus këndon shumë bukur një herë, nuk ka të bëj fare me pjesën teknike vokale, unë e kam me materialin muzikor. Keli? Pretendimi ishte shumë i madh, kapaciteti vokal i jashtëzakonshëm. Është paraqitja skenike fantastike, por nuk e di, nuk arrita te kapitulli i fundit i këtij libri të realizmit magjik. Zerkam? Me thënë të drejtën, po prisja diçka akoma më të fortë, po unë të vlerësova nga në vokalit. Mariona? Angela ka shumë potencial si këngëtare dhe një super vokal shumë të mirë. Po plen për të përmend që kishte një tekst shumë të bukur dhe isha duke, nuk e di kush e ka shkruar gjatë gjithë kohës. Isha duke lexuar, absolutisht po. Kush e ka shkruar? Erion Zaloshmi. Super. Erioni. Hey Ray. Për mua është një këngëtare nga këngëtaret më të mira që të paktën janë te vokalet femërore. Mendoj gjithashtu dhe këtë tjetrën që teksti ishte shumë i bukur, mua më lidhej shumë të paktën edhe me Led Wallin që ishte mbrapa, por që mendoj që Angela e mbrojti shumë mirë këngën dhe prandaj ishte Jeshilej. Shkojmë, jo të... Shkojmë, vjojmë me këngën tjetër. Këngëtarja e tretë është një vajzë rebele, e cila nuk i shpëtoi lëndimit të dashurisë.
Ka kënduar në spektakle dhe programe të ndryshme, por sot do t'i këndoj ati. Se në cilën form e zbulon me këngën, ku vret një dashuri, Frenzy. Thuaj në gjë. Vark pa vela lundroj, dashuria mbet si një loj. Ai, gënjeu. Edhe sot kur atë e mendoj, tjetërsojmë nuk jam më njësoj. Ai, zemrë rëmbeu. Ku je sot, më leti vetëm lot. Se jetën time, nuk ta dhuroja dot. E në distancë, jeton nga bime tona. Ti mos u kthe se sot të shkon. Botën time e thërmboje, se kupton ku vret një dashuri. Aku zemrën si më ngrive, edhe pse të doja si njeri. Vepër si jetoja, nuk dija që sheti, se doja të t'haroja, mbaroj kjo histori, veten e dënoja. A është kjo dashuri? Zemër ku jeti, zemër ku jeti, ku je sot, më leti vetëm lot, se jetën time, nuk ta dhuroja dot. Jeton nga bime tona, ti mos u kthe sot të shvon. Bravo. Botën time e thërmboje, se kupton ku vret një dashuri. Aku zemrën si më ngrive, edhe pse të doja si njeri. Se kupton ku vret një dashuri. Shumë faleminderit. Po dridhem. Pse po dridhesh? Angst, po ke pesje shila, ma. Pak të ndoli mirë. Po. Kelly. Këngëtare jashtëzakonshme Francis, shumë e ëmbël, shumë e ngrohtë. Këngë tipike e muzikës lehtë shqiptare. Duhet ta them këtë. Dhe nuk e di, të shkon gjithçka, e qej për shumë mirë. Shumë faleminderit. Jonid, e ke nisur këngën aq bukur, ashtu sikurse dhe bitisat deri në fund. Bravo. Shumë faleminderit. Jo më Jonida, po ne të dy ku do shkojmë pas 2 javësh, do kupton apo jo. Rej. Vokali Francit është fantastik. Këngën unë e këndova direkt, sa po e dëgjova, bravo të qoftë, është thjesht shumë e mirë. Zerka. Kënga shumë e bukur, timbri shumë i bukur, në momentin e parë që dëgjova më kujtua pak, më kujtoj Angela Peristerin. Nuk e di ata ka thënë dikush, po... Ma kanë thënë. Shumë komplimenti bukur, faleminderit. Marion, suksese. Francis shkëlqeve sot, shumë skenike, si që thate Jonida me shumë vetbesim në sken, shumë e sakt dhe materiali të shkon të tepër. Shumë faleminderit gjithë. Faleminderit Friends, faleminderit, miru pafshim.
Jemi në gjysmën e rrugtimit, por kemi ende shumë muzikë për të dëgjuar. Ndërkohë kujtoj se biletat e netëve finale mund t'i gjeni pranë pallatit të koncerteve. Një super festival na pret në datat 19, 20 dhe 22 nëntor. Tani, le ta ndalim ritmin dhe le të qetësohemi. Ju ftoj të kemi vëmendje maksimale te këshillat e bashkëpunëtorëve tanë. Nëse kërkoni pesë jeshile në jetë, ndiqni sugjerimet e tyre. Jemi rikthyer në javën e 8, ku deri tani kemi zbuluar 3 këngë nga kategoria Big dhe 3 nga kategoria New. Ju bëjmë dije se pas përfundimit të puntatës, do të keni mundësi të votoni këngët tuaja të preferuara në faqen zyrtare këngamagjike.com, ndërkohë të gjitha këngët do t'i gjeni në YouTube nën hashtagun BeMagic. Nëse deri tani qëndruam në tokë apo lundruam në oqean, ka ardhur momenti që t'i kemi syt nga qielli. Do të takohemi me një vajzë 20 vjeçare, e cila në vitin 2021 ishte pjesë e Mam Po Ti. Historia e saj sot flet për yjet të cilët asnjëherë nuk e humbasin shkëlqimin e tyre. Me këngën Yjet për ne qajnë, Genajda. Nën hënën e plot, hijet e thella si ëndra të humbura, nuk të botë ftoht, që shpesh do t'na dhëm. Unë jam aty. Sa gjuna. Prap tek ti do t'vi, djeli sërish të shëndri. Po, a digjon, se mos nuk digjon. Gjithë qyteti bjen në qetësi, zgjuar jemi veç unë dhe ti, koha le të ndaj. Pak më shumë t'jemi unë dhe ti, në këtë natë është plot magji. Gjithë botën gjeta në tasë, mjafton kjo jetë për ne të dy. Me ty e dua për jetë si veç unë e ti. Unë jam aty. Ndonë se lërë prap tek ti do t'vi, djeli sërish të shndri. Genajda u vën 3 të kuqe. Dhe kur bëjnë 3 të kuqe, ndalon dhe kënga. Ju jeni paqe, rinja ashtu që mos ta feqorojmë situatën, mos ta bëjmë më keq. Atëre, çfarë mendon Zerka? Unë do e këshilloja vajzën të këndonte më shumë te notat lartë se sa te nota poshtë. Marion? Nuk mendoj se ishte një material që i përshtatej vokalit saj, një dhe dyta. Shpeshherë kishte probleme me intonacionin nga fillimi këngës dhe në vazhdimsi. Prandaj nuk është ty pas të kuqe në as jeshilën, sepse po prisja diçka më mirë. Ndërkohë Jonida reagoi e parë, Nuk kuptova dot melodinë e këngës nga problemet e mëdha intonative që kisha. Qofse ajo do kishte, domethënë, do fillonte të merrte kurse këndimi ose do fillonte të merrej me teknikë vokale, mendoj që do kishte një të ardhme ndryshe. Mendoj që teknikisht ajo nuk i ka të dhënat e caktuara, sepse potencial ka të paktën te notat lartë. Mua më pëlqeu, ajo kishte një vendosje të mirë te notat lartë, domethënë kishte material, por thjesht mendoj që është dhe kënga. Dhe notat lartë nuk janë e bërtitur. Absolutisht. Unë po them çfarë shihje që mund të kishte, por që për sot ishte kjo që ishte. Genajda duhet të kuptoj dhe edhe ata që përkrajnë dhe mbështesin që ka një të ardhme shumë të mirë, po duhet shumë punë. Nuk është e thjeshtë. Sot nuk ishte dita e duhur, prej emocioneve, por do ketë një ditë tjetër më të mirë. Vjojmë me artistën tjetër.
Artistja që do të vi tani e ka jetën muzik, sepse që në moshën 6 vjeçare u dashurua me instrumentin e pianos dhe nuk u nda më prej saj. Ka performuar me emra të mëdhenj të muzikës simfonike në skena të ndryshme në Ballkan, Itali apo edhe Francë. Por sot vjen të gjej pasionin e të kënduarit. Copa Copa titullohet kënga e saj. Laura Lila. Pëlqen bardhëzia në sken? Po, më pëlqen. E shoh se e ke veshur. Të kam falur për net e gjata, kur fjala jote s'erdhi kur. Të kam falur për sytë e humbur, që s'më puthin si dikur. Copa, copa zemrën kam, mos e nga se më nuk mban, s'më ke dashur asnjë gram. Copa, copa zemrën kam, e thërmuar si një xham, të kam falur s'jam pishman. Copa, copa zemrën kam, mos e nga se më nuk ban, s'më ke dashur asnjë gram. Copa, copa zemrën kam, të kam falur s'jam pishman. Gati? Kam falur sepse je ti, me dhimbje lot me matë vjetër. Të kam falur dhe pse ti s'do ketë më dritë më ngjesin tjetër. Copa, copa zemrën kam, mos e nga se më nuk mban, s'më ke dashur asnjë gram. Copa, copa zemrën kam, e thërmuar si një xham, të kam falur s'jam pishman. Copa, copa zemrën kam, mos e nga se më nuk mban, s'më ke dashur asnjë gram. Copa, copa zemrën kam, të kam falur s'jam pishman. Tani po. Çdo bëj. Mos u influenco. Copa, copa zemrën kam, copa, copa zemrën kam, të kam falur s'jam pishman. Copa Copa ja për zemrën Juris me pesje shile. Jonida, pse re në mendime? Çfarë ku futen? Sepse lexova sytë e saj Po. nga fundi i këngës që po priste. Aha. Edhe u kuptuam me vështrime. Besoj se e mora atëherë. E dashur, ke një super vokal, bravo për interpretimin. Kënga e ndjerë, teksti më la pak për të dëshiruar, ndaj hezitova. Keli? Kam që të them asgjë ty. Pak e thjesht kënga si tekst, domethënë ke një lloj diference mes muzikës dhe këngës. Ndoshta duhet ishte pak më ndryshme. Pastaj fjalët xham, pishman mua më shqetësojnë, se nuk janë shqip, domethënë është Tamam. Jam barbari. Tamam. Jem mua më shqetëson dhe 5 jeshile. Sepse duhet themi 5 të gjelbra, jo 5 jeshile.
Pesë të gjelbra. Po, se jeshile, gjam, pishman, janë të njëjtat barbarizma. Po me qarqaf, me qatë mbulojmë në darkë? Po ja gjejmë... Po dy shekut ku të I flenë? përdorim si shtroje këto dëmë. Ej, valla, Keli. Welcome. Zerkë. Mua më pëlqeu shumë, me thënë drejtën, edhe dua të di vetë e ke shkruaj tekstin? Se të rinë të aq bukur, aq mirë ishe në karakter. Jo, seriozisht. Jo, seriozisht. Jo, kishte një lloj grinde, mënyra si po e këndonte, jepte një lloj grinde, duke sikur... Ajo interpretoi, po e ndjente tekstin, vërtet. Po pra. Paska se për ne ndoshta mund të ishte pak e thjeshtë, por ajo është dakord me tekstin. E rëndësishme se transmetoi emocion, materiali ishte shumë i bukur. Mbarova unë arditi, thash gjitha. Po, re! Intonativisht ishte super precize, mua materialin pëlqeu, sidomos momenti që hynte klarineta, pastaj normalisht që i jepte një ngjyrë tjetër këngës që ishte shumë e domosdoshme. Edhe bravo për Laurën, edhe shumë suksese më tutje. Ikim. Kemi ardhur në këngën e fundit. Ju zbulova se do të kemi një duet? Në fakt, ky është dueti i vetëm që kemi mes një artisteje shqiptare dhe një artisti të huaj. Shqipëria dhe Italia do të bashkojnë zërat në një balad zemre e cila është dedikim dhe flet për një lidhje dashurie në distancë. Kjo histori tregohet sot nga dy miq, Ti Porto al Sicuro, Letisa dhe Salvatore. Benvenuti. Tamam. Si nuk gjen do t'jem atë. Coprimi le cicatrici che ho sul petto, sei come il caldo di un cappotto, appena alzi la testa perdo la testa. Nuk mundem të vendos, pa të çdo gjë e kot, kur nuk të kam pran. Wow. Noi ti conosco da sempre, da soli in mezzo alla gente, noi comunque per sempre. Noi non abbiamo distanze, solo dalla tua parte, che se fuori è buio ti porto al sicuro. Se fuori è buio ti porto al sicuro. Mentre raccoglievo i tuoi pezzi da terra, giuro con te affronterei una guerra. Urlerò il tuo nome, emrin tënd do të them që sa frymën të mos kem. Që se jo të me shiron, në zemrën time ti firmon, se unë i shile të paure le mie sicurezze. Na mjafton të imagjinoj dyshime ndotre dhe në heshtje. nuk mundem të vendos, pa ty çdo gjë e kot, kur nuk të kam pran. Noi ti conosco da sempre, da solo in mezzo alla gente, noi comunque per sempre. Noi non abbiamo distanze, solo dalla tua parte, che se fuori è buio ti tengo al sicuro. Che se fuori è buio ti porto al sicuro.
Se un scile tue paure e le mie sicurezze. Ne senti është vetëm ja të kur zemër. Letisa dhe Salvatore. Kjo ngjyrë e gjelbër është universale dhe nuk besoj që ka nevojë për përkthim. Grazie. Reflektoj për një herë. Okej, atëherë Teknikisht, vokalisht super të sakt, materialisht shumë i bukur, nuk e di, shumë suksese Juro. Ja vërtet shumë të mirë. Faleminderit. Zerkë. Me thënë drejtë, nuk kam patur fatin e mirë që kam punuar me të dy 6 muaj dhe të dy janë të mrekullueshëm, siç e pa dhe vetë. Dhe që do bëni një lloj kombinimi shqip dhe italisht nuk e dija, po doli aq bukur sa nuk e di çfarë them. Bravo. Rej. Super këngë. Pakete e kompletuar, një duet që i mungonte patjetër kategorisë New Artist, mendoj që ata janë për mua një ndër këngët më të mira që kam dëgjuar të paktën. Dhe vërtet që e meritojnë edhe është një bashkim vokalesh perfekt. Mua më pëlqeu shumë. Faleminderit. Jonida. Jam e mahnitur, bravo ju qoftë, qëndronit kaq bukur, duket sikur keni duetuar të rjetën. Faleminderit. Pate një entuziazëm në një moment. Jo, se më pëlqeu jashtëzakonisht, është një material i jashtëzakonshëm si muzika, si kënga, si interpretimi, si paraqitja skenike, çdo gjë që shkon me seriozitetin e 25 vjetëve të këngës magjike. Dhe kjo është vlerë e madhe, sepse e keni marrë shumë seriozisht këtë gjë. Pastaj është shumë e vështirë. Nuk mendoj që është e lehtë, ti e di më mirë se unë që të këndosh në të njëjtën kohë dhe shqip dhe në italisht. Janë dy gjuhë që nuk martohen askund. Dhe ju i keni martu, ju jeni vetëm miq bashkë? Menojeni herë. Ne kemi thënë që kur të vim në pallat koncerteve, këto 5 jeshile janë premtuese, nuk dim se çfarë do të ndodhi në javën e 10, por kur të shkojmë në pallatin e koncerteve në finale, kemi zbuluar që vetëm Jonida dhe Kelly do t'jenë shqiptar, se 3 antarët e tjerë të juris do t'jenë nga të huaj. Nuk do ta zbuloj me emër, po do të zbuloj vetëm njërin, marr shkas nga prezenca e Salvatore. Ai vjen nga Italia, është shefi i Sanremo Giovanit për Italinë. Kështu që ja që ja vlen të vishte kënga magjike, se bën njohje dhe të ndihmon për të shkuar në Sanremo Giovanni në Sanremon e Madhe. Kështu që pse jo. Faleminderit, grazie. Ciao, arrivederci. Mirupafshim. Konkurrentët e kualifikuar të javës së 8 në kategorinë New Artist janë 5. Çdo mbështetje e juaja është një plus më shumë në aventurën e tyre. Bëni follow në Instagram tek Kënga Magjike Official, ku do të gjeni edhe surprizën e emrave big të çdo jave. Por nuk kemi mbaruar akoma, sepse një artiste e re po pret që të dëgjoni pak nga kënga e saj më e fundit, Mi. Çfarë trajton kënga? Në këngët e mia përpiqem të sjell brezin tim me idet, shqetësimet, forcën tonë. Dhe kënga Mi fillon me pasiguritë që i ndeshim shpesh për të gjetur më pas forcën brenda vetes. Ndjekim një pjesës nga kënga Mi. I know a girl who hides behind her feelings. I know someone who's shy and not revealing who she really is, though she is like a magic show. She can do it in the end, but make it disappear. That's me. Can't do nothing right. Try to stay out of light. Don't wanna make a scene. That's not what I need. Don't wanna waste a chance. Remind myself again. I know a girl who runs and hides, afraid of what she feels inside. I know a girl the same as me, because that's me, that girl, you know, that's me, nothing else.
Do ta keni në të gjitha platformat digjitale, mund që në këtë moment që të shkoni në Spotify, në Deezer, kudo, nëse dëshironi ta dëgjoni më të gjatë këtë këngë. Ndërkohë Juria gjysmë misterioze. A mund të kemi një koment për çka u pa sot? Tani, në pasmarimit të kësaj mbrëmjes, unë jam, ajo shpreha kështu, e komunikimit jo verbal, është 50% me 50%. Nëse duhet t'i them emrat që unë kam votuar sot, i them ndryshe lë për javën e 10. Por në totalin e vet janë 50-50 me 6 performancat e sotme. Atëherë do të isha shumë kurioz, cilët janë emrat që për ty kalojnë sot? Për mua kalon sot Frensi, Laura dhe Dueti. Vetëm kaq. Po për zërin tjetër që tashmë u njoh? Mund të them që sot patëm mundësi të ndiqnim vokale shumë të bukura dhe performanca shumë të kompletuara dhe me të vërtet ky brez artistash po na le të shpresojmë shumë për të ardhmen e muzikës shqiptare dhe kaq bukur që e sjellin në festivalin që i jep kaq shumë muzikës dhe artit shqiptar. Faleminderit dhe antarja e fundit misterioze, ju lutem mos flisni që të paktën të lëm një surprizë deri në fund. Bashkojni me mendimin e Kozetës dhe të Marselës apo edhe për ty 3? 3 të Kozetës që na tha emrat apo është dhe dikush tjetër? Po. Urdhro. E zbulova. Për Kozetën e zbulova. Pse thash në një emër tjetër? E the. Çfarë thash? Marselën. Pas ka zbuluar. E kapi Ana. Okej. E zbulova. E përshëndesim Marcela Çimbuka me një duar trokitje. Okej. E na ka mbetur vetëm një pas zbuluar, ta ruajmë fort deri në javën e 10. Jo, nuk po e zbuloj edhe këtë. Okej. Mirë, kjo skenë merr frym nga energjia juaj dhe më të njëjtën energji. Ne do t'ju lëm takim javën tjetër me 6 artistët e fundit në garë. Dërsa sot 2 javë do të zbulojmë 14 artistët e rinj të cilët do të prekin skenën magjike në pallatin e koncerteve. Edhe qa skene? Ke ardhur nga e ardhmja që i ke parë? Ne jemi e ardhmja. Dhe këtë vit do t'jetë shumë e vështirë, pasi jo vetëm që janë shumë në numër, por edhe me shumë cilësi. Do t'jenë ata që do t'a zënë vendin me dignitet në skenë. Mua? Po, jo, unë e thash kështu në përgjithësi që ata do të zënë vendin e tyre në skenë, ndërsa vendin tënd, po nuk ta zë dot. Normal. Thjesht u zë. Pacim! Pacim!